sa çmimi i lartë. Po mirë, ku po e din ti që çmimi është i lartë? S'pari. Qysh e ke matë? Qysh e ke marrë vesh, qysh e ke matë? Gjithmonë kanë thonë kur ja nis të herë, shkofshe mos u kthefshe, jo, lutni mu kthy ata mos mu kthy. Unë thash inshallah kthehen të gjithë mirë. Shnosha rahat. Komentet thonë pse s'po marrin shkolla me këto, po edhe na ju themi e ju kur po shkonin në Maldiv, më fal, dors. Po. Edhe aty ne që thojmë se s'marrën në shkollë, edhe aty ju tregoj. Kush e ndërtoi shkollën Qemal Mustafa? Ne. Kush e ndërtoi shkollën e Msher? Ne. Kush e ndërtoi qerën e fëmijëve të vullnetit teknik? Ne. S'kom ditë me orë para mëftis me bo doan. Ja, para mëftis, ja, te Zoti doaja veç. Inshallah Zoti ta realizon. Amin, inshallah bashkë me ty në vitin e ardhshëm. Selamu alaikum, jam këtu para selis Bashkisë Islame këtu në Prishtinë. Në morë më taku me mëftin. Është koha e festës madhe të Kurban Bayramit. Gjitha këtu kena me folë sot me mëftin. Hajde ka marrë masë dhe fëtat të kërë, hajde. Tash jam dhe më thënë bashkë në zyren e mëftis në rumit tonë, kretarit tonë, matë mirit tonë, të thamë kështu. Se kjo me krevate, se ju vesh masi kështu ma kullerë që përdojnë këta të Prishtinës. Faleminderit shek që ke pranu mas pore me konsët me ty, e me ndo kohën, edhe pse është agjende e gjeshur, dhe me dhone, përshka këtu në dhe ditëve shenjta, sigurisht angazhimet janë ma të shtume. Për si fillim po të vetë, se të vetë sa i kena njës haxhilert, që që kena haxhilert, a ki informata për ta? Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit që keni ardhur në selinë e Bashkisë Islame të Kosovës. Mund të them se haxhit të gjithë kanë arritur mirë në ato vende të shenjta. Me shëndet janë mirë dhe janë duke i kryer të gjitha ato ritualet e tyre që duhet i kryen në ato vende të shenjta. Dhe besoj që do të kalojnë mirë edhe do të kthehen mirë duke pasur parasysh se të gjitha para përgatitjet janë bërë me kohë. Gjithmonë kanë thonë kur ja nis të herë, shkofshe mos u kthefshe, jo, lutni mu kthy ata mos mu kthy. Unë thash inshallah kthehen të gjithë mirë. Shnosha rahat. Familjet e tyre dhe besoj me emër të Zotit që do të kthehen mirë. Jo, të kalim të pyetja tjetër. Çka ka përgatitur Bashkia Islame domethënë për këtë vit, pra për këtë festën e Kurban Bayramit? A ka ndonjë ndryshim veçantë apo është njëjtë? Unë shfrytëzoj rastin që të uroj festën e Kurban Bayramit të gjithë besimtarëve, kudo që ata gjenden, dhe të informoj se Bashkia Islame e Republikës Kosovës si gjithherë edhe këtë vit i ka bërë dhe është duke bërë para përgatitjet për festimin e kësaj feste, që me emër të Zotit Xhaleshanuhu do ta festojmë së bashku me datën 6, duke pasur parasysh se këtë fest, pra thanë në mënyrë shenjtërojnë në atë konotacion dy ngjarje me rëndësi, siç është haxhi dhe prerja e kurbanit. Atëherë i rrisin edhe më vlerën kësaj feste. Ne kemi bërë përgatitje së pari për manifestimin e kësaj feste, faljen, që do ta bëjmë ligjëratën kryesore në xhamin Fati këtu në Prishtinë. Pastaj kemi një komision i cili po mirret me grumbullimin e kurbanëve, që ata do i prejmë Bashkia Islame e Kosovës tash e 40 vjet. Vlen të theksoj dhe në këtë rast të falenderoj të gjithë besimtarët tanë të cilët kanë treguar edhe në të kaluarën një interesim që pagesën të bëjnë Bashkinë Islame të Kosovës. Vitin që shkoi kemi prerë afër 3000 krerë lopë dhe kemi shpërndarë mbi 254 ton mish pa eshtra për mbi, po them, 50.000 familje në Kosovë, nga 5 kg mish, atë mish të kurbanit, derisa pjesa tjetër është ruajtur për nxënësit e medreses, këtu në Prishtinë, Gjilan edhe në Prizren. Këtë do shta me dollë, nëse me lejon, se ka do më thonë informacione që studentët e medreses, po dhe të FSI-s, është mungesa të ushqimi normal që jepet falas, studentëve tonë. Ka nevojë ma shumë? Ja, në Bashkia Islame është interesuar që të bëjë sa më shumë kurbana, sepse besoj që shoqata jonë Bereqeti ka bërë dhe bën shpërndarjen ashtu si duhet. Neve kemi bërë edhe 2 frigodhoma të mëdhaja, ku aty tashmë kemi mundësi të ruajmë dikun afër 300 ton mish. Kemi bo atje në të udhëkryqi i Lipjanit. Dhe
jemi interesuar gjithherë që kjo sasi e mishit të kurbanëve të shkojë aty ku e ka vendin, që përveç familjarëve, ne ju kemi ndarë dhe shumë institucioneve, si që janë pra ta me aftësit kufizuara, pastaj qendrat fëmijëve në për shumë vende, e kështu me radhë, aty ku ka nevojë, domethënë, aty kemi shpërndarë në për disa gjelltore, po mendoj apo siç është fushë Kosova një, ta quaj kushtimisht një vend ku përgatitjet për çdo ditë përgatiten nga 500 shujtje për njerëzit në nevojë, bën shpërndarje nga 500 shujtje në ditë, pastaj kemi neve në Mitrovice dhe në Pej kemi 2 vendet tonat, ku aty për çdo ditë jipen ka 300 shujtje gratis për njerëzit në nevojë, edhe aty përdoret mishi i kurbanëve, domethënë e shpërndajmë aty ku ka nevojë për të shpërndarë, dhe unë me këtë rast dëshiroj që edhe një herë të ftoj besimtarët tanë që ata ta kryen këtë obligim fetar që e kanë, dhe të bëjmë pagesën në Bashkinë Islame të Kosovës, tash janë edhe mundësi që edhe drejt për drejt të paguan, pra nga telefoni, nga banka, nga kudo që gjenden, dhe në mënyrë që t'jenë të bindur se sigurisht dhe pa pikë dyshimi ai mishi të të arrijë amaneti i marrë mbi supe që ka marrë Bashkia Islame e Kosovës të shkojë në vend. Jemi në një kohë ku edhe shpifja fitneja që themi ne, po shpërndahet për një moment tashmë përmjet tyre teknologjisë, pra, dhe dihet që kemi edhe njerëz të cilët nuk dojnë të mirën, e feson islame, të bashkisë islame, njerëz të cilët mundohen që të fusin farën e sherrit dhe në farë mënyrë të bëjnë një pengesë mes bashkisë islame dhe një pjesë të xhamatit, megjithatë mund të informoj se nuk kanë arritur, nuk do t'i arrijnë dot. Xhamati është ai vëllezërit motrat tanë të cilët kanë pasur gjithherë besueshmërinë tek Bashkia Islame e Kosovës dhe e kanë. Bashkia Islame do të mundohet që emanetin e marrë ta qojnë në vend ashtu sipas porosisë kuranore dhe porosisë së Muhamedit alayhis salam. Unë e di që ka individ, e di që ka edhe disa shoqata pa të drejtë, të cilat tashmë disa vite. Ai dëmtojnë shek, më pas ç'po të pyes. Sa është në dëm Bashkisë Islame për shkak këto shoqata që e pranë? Sa i përket çështjes kurbanave, dëm. Çdo gjë që nuk shkon në vini institucionale, sigurisht që nuk është ajo që duhet përkrahet ashtu si duhet. Sepse ju e dini që ne edhe çmime kemi shumë real, Këtë vete është 180 euro. 180 euro, sigurisht që ky çmim mbulon kurbanin, neve nuk e prejmë asnjë krer pra prej lopëve, që është nën 400 kg, dhe mosha mesatare kurbanëve vitin që shkoi ka qenë 3 vjetë 2 muaj, afër 3000 krerëve që i kemi prerë kurban, dhe të gjitha janë prerë me standarde evropiane. Ku sigurohet stoku? Duke pasur parasysh se Kosova, tregu i Kosovës, po brenda në Kosovë këtë nuk mund të sigurojnë. Disa vite i kemi prerë jashtë, një kohë i kemi prerë në Hungari, më pastaj tash i prejmë në Poloni, në një thertore që është e certifikuar halal, dhe është një thertore gjigante, është tepër e madhe. Aty janë të gjithë të mëndu praktiku të gjitha standardet evropiane, mirë po duke qenë edhe Komisioni jon i Bashkisë Islame prezent gjatë prerjes, çdo lopë prehet pra përmes si thot sheriati, jo me plumbe ku ta diun e çfarë, por sipas normave sheriatike, dhe aty me sekeci kam shu. Me sekeci kam shu, dhe aty unë dëshiroj me këtë rast falenderoj shumë edhe qeverinë e Polonisë, e cila ministria atje, po them, e shëndetësisë, që për momentit kur fillon prerja e kurbanëve, deri kur përfundon, i dërgon pra njerëz të saj, komisionin që rrin prezent aty derisa të përfundojë procesi. Vërtet diçka për tu përkrahur, diçka për tu vlerësuar, jashtëzakonisht shumë, sepse kanë treguar gatishmëri për punë dhe për të qetësuar dhe shpirtrat të gjithë neve besimtarëve që bëjmë pagesën. Në pamundësi që ato të prehen në Kosovë, A ka plan për të ardhmen për shembull me pas në diçka të tillë si Kosovë? Ne shumë herë, deri tash ne kishim bërë shumë herë, po neve nuk e kemi atë drejtësinë, ne nuk jemi profitabile. Sigurisht që besoj që Kosova të ardhmen duhet ta ketë një thertore të madhe, duhet të ketë një vend ku ka mundësi që brenda një kohë të shkurtër të bëhet edhe prerja këtyre krerëve.
Dikush sigurisht edhe këto mund të flasin, mund të thonë gjithçka, mirë por realiteti mbetet realitet. Dhe neve do të me përkushtimin më të madh do të mundohemi që edhe gjatë këtij bajrami, pra tashmë veç kemi përgatitur shpërndarjen e ndihmave pak ushqimore për shumë familje për këtë bajram. Para pak ditësh kemi dërguar ndihma të mëdha në Tropoj, pastaj edhe në këto 4 komunat veriore të Shqipërisë, ku ne përkujdesemi për një pjesë të vëllezërve dhe motrave tanë atje, duke dërguar ndihmat natyrave të ndryshme. Shoqata Bereqeti tashmë është një shoqatë gjigante, e cila falë donatorëve tanë të brendshëm, mirë po dhe të jashtëm, për çdo muaj pothuajse ndan në vlera për 1 milion euro ndihma për njerëzit në nevojë. Dhe kjo është për të vlerësuar, jashtëzakonisht shumë. Vetëm gjatë Ramazanit që shkoi kemi shpërndar, vetëm gjatë muajit mbi 3 milion euro, kemi shpërndar 30.000 pak ushqimore nga 50 euro në vlerë. Po them për këtë dëshiroj edhe një herë falenderoj shumë besimtarët tanë, bizneset tona, njerëz të vullnetit të mirë, të cilët me të vërtet kanë treguar gatishmëri bashkëpunimi me shoqatën Bereqeti, mirë po edhe shumë firma, biznese të tjera, të cilët edhe në veshmbathje, në ushqim kanë dërguar me kamiona. Keni me pa edhe vetë se është një magazin ta quaj kështu e madhe ku aty grumbullohen të gjitha këto ndihma të cilat vijnë prej bizneseve të ndryshme apo firmave të ndryshme që themi ne, si nga brenda dhe nga jashtë. Kemi bërë shumë me shoqatën Bereqeti në ndërtimin e shtëpive, në blerjen e banesave të shumta e kështu me radhë. Këto falë gjithherë po them besimtarëve tanë. Dëshiroj të falenderoj shumë besimtarët tanë edhe për këtë xhumat që shkoj, që kemi pas një aksion për blerjen e vakfit në komunën e Drenasit. Falenderoj shumë për gatishmërinë që kanë treguar. Shumë i mirë? A është arrit shuma e dëshiruar? Është arrit shuma që është kërkuar, është arrit shuma. Domethënë se ka edhe njerëz, po them biznesi që po e ndihmojnë këtë. Kemi ble 50 hektarë vend, një vend aty është jashtëzakonisht të bukur, të mirë, që do të betet vakf. Mi po dëshiroj besimtarëve t'ju them edhe një gjë. Kur kërkojmë kështu në për xhamia, për blerjen e vakfit mos hezitojnë, të ndihmojnë të gjithë nga pak, sepse ato do të mbeten, duke pasur parasysh se neve ne kanë marrë 90% të vakfeve i sistemi komunist ateist, nuk na ka kthyer asnjë vakf ende, asnjë centimetër nga ajo që kanë uzurpuar, kanë marrë me dhunja e sistemit komunist ateist. Na kemi arritë që të sigurojmë vakfet shumëta në Kosovë, kemi arritë të blejmë shumë, vlen të eksohet që vetëm Prishtinë, po them brenda këtij viti, kemi blerë mbi 1 milion euro vakf tokë për ndërtimet e vakfeve këtu në Prishtinë, e gjithandej në për Kosovë, falë gjithherë njerëzve, bizneseve, gatishmërisë, bashkëpunimit që ka xhamati me Bashkinë Islame të Kosovës, dhe kjo është për të vlerësuar. Kjo është për të vlerësuar, thonë, duke bazuar në thënien e Muhamedit alayhis salam që nuk falenderon Zotin ai që nuk falenderon njerëzit, unë dëshiroj të falenderoj nga thellësia e shpirtit dhe zemrës për këtë gatishmëri të tyre, për këtë bashkëpunim, për këtë ndihmë që ofrojnë Bashkisë Islame të Kosovës, duke pasur parasysh se Bashkia Islame e Kosovës brenda muajit pra tashmë ka mbi 2500 punëtor dhe aty duhet që ata punëtor të marrin edhe pagat e tyre mujore. Po të se miftia të thonë, falë nuk shka këgja, dhe do të edhe ata ketë me rroga ina. Dalim të xhamia tashmë që dije që pritet me kohë më e bukura në Ballkan. E që na ka mungu edhe neve. Qysh po shkojnë ndërtimi i saj, ku pritet më përfundu? Xhamia e keni parë ndoshta se di, a keni pas rast ta shihni këtë ditë. Ajo pllaka e fundit e 5 katëve që nën tokë, kështu ta quaj kushtimisht, ka përfunduar. Tash do të fillon ndërtimi i vrasht i vetë xhamisë lart, apo i skeletit të xhamisë. Kjo xhamia më e bukur, por do të jetë edhe më e madhja. Dhe do të jetë më të vërtet një vend ku do të kemi rastin që për një herë të bëjmë lutje të shumta drejtuar krijuesit të kësaj ekzistencë, kësaj gjësie. Nga se mbrana në xhami do të falen mbi 15.000 veta, do t'i merr xhamia. Pastaj do të ketë shumë lokale për qelëse aty mbrenda.
Vlen theksohet vetëm kemi një sallë të mirë, të bukur, me standarde shumë të larta, që do të bëhet aty ku ka 1000 ulse. Pastaj sallat kompjuterëve, mësojnëtore të ndryshme, kthinat natyrave të ndryshme, e shumë gjëra të tjera, të cilat do t'ja shtojnë edhe më bukurinë atij vendi. Shik, njëna për pyetje që qarkollojmë kështu mesën e xhamotëve është edhe masi tash pak ditë edhe Haxhiler të përsollëm me lutem Zotin që edhe më janë pranu. Sa çmimi i lartë. Për shembull, si e arsyton Bashkisë edhe pse dihet vlera haxhit edhe 20.000 po të jetë, domethënë ja vlen, sepse jetu investu në parajsën tonë, në utimin tonë të jetës. Çu që përgjigjet Bashkia Islame domethënë këtyre komenteve, njerëzve dhe nën pyetja, a ka persona për shembull që ju i jepni domethënë mundësi falasme për me shku atje në çabën e bekume. Mos e harroj që të pyetjen e fundit. Çto se harroj se si të thu po ne kam për vete, atë po vazhdo. Pare, i madhi Zot neve na ka krijuar krijesa më të përsosura, më të ngritura, më të ditura mbi sipërfaqen e tokës. Pra si njerëz. Andaj për të vlerësuar diçka dhe për të thënë diçka, duhet pasur gjithë argumente dhe fakte. Zoti i Madhërisëm Kur'an thot, kur mos gjyko për diçka çka nuk e dije për te. Ndaj, unë i kam dëgjuar në televizion, disa portale, disa nej, të fol lartë, po mirë. Ku po e din ti që çmimi është i lartë? S'pari. Qysh e ke matë? Qysh e ke marrë vesh, qysh e ke matë? Një pyetje që çdo njeri duhet ja bëj vetes. Dhe në anën tjetër, duhet ditur se Bashkia Islame e Kosovës nuk dëshiron thjesht të bëj vetëm haxh dhe të luaj me xhamatin, me vëllezërit tanë, me haxhilerët. Mirë po, haxhilerët tonë duhet ta bëjnë një haxh shumë korrekt, një haxh me standarde, një haxh që i përket një xhamati siç është xhamati jonë. Neve nuk kemi dashur asnjëherë që t'i marrim dhe t'i dërgojmë nëpër aeroporte të ndryshme, por që organizojmë gjithherë direkt prej këtu dhe zbresim në Xhidde. Dhe atje hotelet janë të standardeve të larta, ushqimi është shumë i mirë, me 5 yje, ndaj çdo gjë shkon në atë llogari sa ka paguajtur haxhia. Nuk ka me pagu shtesë asgjë. Është çmimi më i ulët që mund të jetë, edhe është. Edhe në rajon është, po them me përjashtim që mund të ketë Shqipëria paksa, mi po ne kemi disa gjëra që nuk i ka Shqipëria. Për shembull, ne kemi dërguar 10 mjek. Kemi dërguar diku në afër 40 sa udhëheqës të grupeve. Kemi dërguar edhe grupin kryesor atje. Çka do të thotë që këta udhëheqësit shkojnë gratis, dhe mjekët shkojnë gratis. Plus ju paguhet shpenzimet të Bashkisë Islame. Shpenzimet të Bashkisë Islame është fjala. Çmimet janë më të lira, për shembull prej Evropës është 10.000 euro, 11.000 euro. Ju e dini të gjithë. Ne për krahasim me Turqinë, me vendet, te na jemi më lirë. Ma lirë nuk ka ku shkon. Po shiko për kjo shumë e logjikshme. Ti mundesh me shku për shembull në pushime, në deti po e marr. Ose në Maldive. Ose në Maldive. Jo, po ti mundesh me shku edhe në Shqipni. Po mundesh me harxhu. Po bëj malet këto në Maldive. Po në Maldive. Dorë shtrajtë po Maldive. Po na ashtu më afër se na mëson Maldive me shku. Ti mundesh me shku me kalue pushimin edhe me 500 euro, mirë, po edhe me 5.000 euro. Po. Varet sa dhe çka ke, çka përfshin ajo që ti ke dëshiruar që qëndrosh atje. E haxhit kanë, mund të them, shumë me përgjegjësi që kanë një haxh me 5 yje. E meritojnë. E meritojnë tash. Mirë po, çmimin e obligon vetë Arabia Saudite. Ti thuar dikuj për shembull që jemi të detyruar të paguajmë vetëm për natën Arafat 2.000 euro, thot e pa besuar, por kjo është realitet. Mirë po, ka mundësi të paguhet më pak. Ka mundësi me i lanë pak si, pa ftofje, pa frigorifera mbrapa, pa vend me majtu i Pa për kujdesin e mjekëve. Pa për kujdesin e mjekëve të gjitha. Mi po te na i kanë të gjitha kushtet. Ndaj, çmimi është shumë i ulët në raport me atë që gëzojnë haxhit tonë. Dhe me thënë drejtën haxhit tonë që diskutojnë këtë punë. Këtu e diskutojnë vetëm ata që dëshirojnë gjitha Bashkia Islame të gjuajnë ka pak. Komentet thonë pse s'po marrojnë shkolla me këto, po edhe na ju themi e ju kur po shkonin në Maldiv, më fal, dors. Po pse s'po. Jo, po unë edhe aty ne që thojmë se s'marrën në shkollë, edhe aty ne ju tregoj. Veç një shembull të vogël po e marr.
Hajtë ta shohim Prishtinën, që jemi në Prishtinë. Kush e ndërtoi shkollën Qemal Mustafa në poshtë atje në Dallani? Kush e ndërtoi? Ty me të pyeta, e din kush e ka ndërtuar? Ne jemi implementues saj. Kush e ndërtoi shkollën, që është një prej shkollave më të mira në Prishtinë? Kush e ndërtoi shkollën e Msherë? Ne. Kush e ndërtoi qendrën e fëmijëve të Vullnetit Teknik? Ne. Çka do të thotë që ne kemi ndërtuar shumë shkolla në Kosovë? Kjo është përgjigja për juve, që thoni na ndërtojmë shkolla, na shkojnë në hartë. Vetëm me një donacion kemi ndërtuar 17 shkolla të reja në Kosovë. Vetëm me një donacion. Kemi ndërtuar mbi 20 ambulanca, kemi ndërtuar qendra për autizëm, kemi ndërtuar me aftësitë kufizuar, për njerëz me aftësitë kufizuara, shumë gjana dhe kemi ndihmuar gjithandej ndihmojmë. Po ne e kemi një, nuk e ka marrim tupanin me dal për një thes pasul me Ira midis qendrës Prishtinës. Po ne punojmë për Zotin, punojmë për popullin, punojmë për armërinë. Ne kemi dhënë edhe atëherë kur është dashur. Nuk presim faleminderit për njerëzve i kjo. Po njerëz duhet të falenderoj gjithherë, se po them ne kemi ndërtuar shkolla shumë, kemi ndërtuar qerdhe shumë, kemi ndërtuar gjithandej nëpër Kosovë. Alhamdulillah, unë themi mora shembuj. Që ku e ke? Nuk jam këto. Janë faktorizuar. Le të del dikush që të më thotë jo. Unë i sfidoj të gjithë, kjo është realiteti. Mashallah. Te hoxhi një nënpytje. Sot do. Se ti përmene që qëni falas mjek, qëni falas... Jo, qojmë edhe prej, po si vjeti kemi një, duket 7 janë si vjetë që i kemi dërgu gratis. Qërë s'kesh, që janë qërë s'ker për e të kesh. S'ke dit me bolutjen si duhet ta manë kështu. S'kom dit me orë para... Që në të ardhmen, që ku me dit rok, ndoshta, rok. S'kom dit me orë para mëftis me bo doan. Ja, para mëftis, ja, te Zotit doaja veç. Inshallah Zotit ta realizan. Amin, inshallah bashkë me ty në vitin e ashëm. Ku me dit, inshallah, pse jo? Për të mirë me ta po që të pyqe, sa herë e kon haqë me ti? 5 herë. Kështë e kon 5 herë bedel? Jo, 5 herë për shpirë tem. Se pini për shumë me ka 20 herë, me 40 herë bedel, aty na fol ka njerit. Ja, nuk ka, kam qenë për vete, edhe inshallah më vënë Zotin nasib me shku prapë. Kam bërë me so vitin e ashtu me musë të bërë. Ku me ditë, që ndoshta e rroku me ditë. Si ditë. Nëse jem gjallë mas pare. Shek, unë të falenderoj për kohën, Zotin ju shpërbleft, pasëm një fest me kollushme që inshallah ju vetëm ne, po shumë jetima gëzohen, shumë vafën, dhe më thonë një këthejt mosjeshja e ta ndimojnë këtë. Duke pasë parasysh se në vërtet, se kjo është festë e sakrificës, andaj ne jemi munduar të përkujdesemi që edhe shumë sofra, veçanti të jetimve, t'i begatojmë me të mirat materiale spaku për të disë të festës. Vlen të theksohet që neve kemi edhe për çdo muaj, Bashkia Islame e Kosovës ndan ka një shumë për 500 jetim, në vlerë të 50 euro, për çdo muaj në anë e këndë Kosovës. Besoj që prej vitit që vjen do të kemi 1000 jetim, për cilët do të përkujdesemi në vazhdimsi. Dhe kjo do të rritet edhe më. Dhe kjo flet vetvetiu edhe për ata të cilët se mezi spresin disa që të shkruajnë, bëjnë për Bashkinë Islame, edhe ato që nuk qëndrojnë. Unë ju them le të mbetet në nderin dhe moralin e tyre, mirë po besimtarët tanë e din kush është Bashkia Islame, e din sa punon Bashkia Islame, sytë janë për të parë, vesh për të dëgjuar. Andaj uniteti i brendshëm i Bashkisë Islame është shumë i qelikosur mes vete, edhe me vetë xhamatin, mes imamëve, dhe besojmë që ne do të vazhdojmë, do të punojmë për këtë fe dhe për këtë adhëdhe, për këtë vend ku na ka kriju Zoti. Kemi për detyrë ta ruajmë vendin, t'i ofrojmë siguri vendit, duke luftuar çdo gjë që shkon në dëm të armërisë së vendit tonë. Neve sigurisht duhet edhe më të qelikosim unitetin mes nesh dhe të ofrojmë siguri për vendit tonë, dhe kjo është që kërkohet edhe për i parimeve tona të islame, të shejta islame kuranore dhe thënieve të Muhamedit alayhis salam, pejgamberit tonë të fundit. Allah shpërblet. Faleminderit për kohën.